Takojmë në episodin e radhës të podcastit Më Thuaj. Me mua në studio është Sonila Tomori, është psikiatre për fëmijë dhe adoleshentë. Sonila, mirë se erdhe, shumë kënaqësi që të kam. Shumë faleminderit për ftesën edhe për mua. Unë do të flas në fakt për një do të ta quaj terminologji dhe ti do më saksosh se çfarë është. ADHD-ja apo ADHD. Të them të drejtën, e kam dëgjuar kështu. Ai është me ADHD, ajo është me ADHD, mos i fol, kështu është ajo, kështu është ai. Çfarë është? Sapo më the që e ke dëgjuar në formë stigmatizuese. Po, më thënë drejtën. Është një çrregullim, ADHD janë akronimet në anglisht për të thënë që është çrregullim i pamjaftueshmërisë së vëmendjes me hiperaktivitet. Ky është termi që ne përdorim në gjuhën shqipe. Që do të thotë që një pjesë e atyre funksioneve që lidhen me vëmendjen, përqendrimin, lëvizshmërinë dhe një pjesë të karakteristikave të sjelljes janë në një formë të tillë që përbëjnë një grumbull simptomash, të cilat kur janë të gjitha së bashku përbëjnë këtë diagnozë, e cila mund të ketë disa karakteristika. Mund të jetë ky çrregullim, pra ADHD-ja me pavëmendje kryesisht, me hiperaktivitet kryesisht, pra si entitete të ndara, me të dyja së bashku, ose me probleme të sjelljes, pra ADHD dhe probleme të sjelljes. Kështu që këto janë specifika të cilat ndihmojnë, nuk kanë ndonjë vlerë të madhe në përdorimin e përditshëm, por që ndihmojnë qoftë mjekun apo qoftë prindin për të kuptuar më mirë cila simptomatik mbizotëron dhe si ndihmohet ajo, sepse ndihma është e ndryshme. Natyrisht që mendoj që prek gjithë grup moshat, kush është apo grup mosha më e prekur apo s'ka ndonjë? Në shumë interesante ma ke bërë këtë pyetje, sepse ky është një çrregullim neurozhvillimi, i cili në momentin që individi diagnostikohet apo në momentin që ti e ke, e bart me vete gjithë jetën. Çështja është se sa ndërhym, sa shpejt kapet, sa mirë ndërhyet, sa shpejt dhe sa gjatë ndërhyet, për të minimizuar pasojat imediate, ato që e pengojnë fëmijën, ato që janë më të dukshme me radhë, dhe edhe po kaq e rëndësishme pasojat afatgjata, sepse ka tendencën që të jetë një çrregullim, karakteristikat e të cilit i bart njeriu me vete dhe simptomatika apo shprehja e tyre, ajo që shohim ne në sjellje, ndryshon nga njëra etape e jetës në tjetrën. Për shembull, kur një prind duhet të fillojë të shqetësohet që fëmia ka ADHD apo ADHD. Shiko, në mosha të ndryshme, si ato sinjalet e alarmit të ndryshme dhe jo gjithmonë sinjalet e alarmit përfundojnë në diagnozë. Kështu që nëse po flasim për një çift, po prindër që kanë një fëmijë 2-3 vjeç, po që vetëm vrapon për shkak. 2-3 vjeçar. Se pyes për një shoqen time. Po pëlqen shumë që të vrapojnë, sepse ne i duam fëmijët të jenë të gëzuar edhe. Jo, po vrapon vend e pa vend. Do dhe në kinema të vrapojnë. Në fakt në moshën 2-3 vjeç nuk është shumë tregues të vrapuarit, se sa janë ato sinjalet e alarmit janë pak. Më së shumti janë ato që lidhen me nevojat bazë, tek kanjos në të ngrënë, bën gjëra që s'duhet i bëjnë në momentin e caktuar që lidhen me nevojat bazë, me të ngrënën, me të fjeturën, me akomodimin në disa ambiente që janë frustruese për të, po që prindi nuk arrin të kuptojë që kjo është, si do thuash, përgjigje ndaj të qenit jo rahat ose frustrimit. Që këto janë disa elementë dhe në 2-3 vjeç ne përveç se i kemi në mendje dhe i këshillojmë prindit si ti minimizojnë, nuk është se vëm diagnozë në këtë moshë që të marrësh diagnozën për gjithë jetën. Zakonisht, meqense jemi këtu dhe që të mos i rikthehemi, diagnoza zgjat një vit për të vënë, ose edhe më shumë, pra i duhet mjeku ta kontrollojë dhe rikontrollojë që të bindet që kjo situatë apo kjo simptomatik me pavëmendje, hiperaktivitet, pa mundësi për të frenuar sjelljen e me radhë, është pjesë e tij, pjesë e neurozhvillimit të tij, të saj, në mënyrë të tillë që shprehet në të gjitha aktivitetet e jetës, jo vetëm në një moment që i duhet të riulur për shembull. Dhe sigurisht duke kaluar ato testet e nevojshme dhe në momentin që merr diagnozë, zakonisht ndodh në 5 deri në 6 vjeç ose 6-7 ose në moshat shkollore rëndom. Sikurse ndodh që prindërt të diagnostikohen me këtë situatë kur çojnë fëmijën e tyre për diagnozë. E kuptoj. Megjithatë, një prind që ka një fëmijë të zëm kokëfort, se është kokëfort, është i përkëdhelur, themi ne, ose kur duhet bërë kjo diferenca dhe vërtet duhet vite te mjeku.
Duhet marrë një opinion të specializuar se s'ka asnjë turp, se ne kemi turp të shkojmë tek psikologu se kshu i ka ngjar hallës, fillojmë këto ne. I ka ngjar të jatit, i ka ngjar të jemës, se nuk e di sa terminologji kështu. Sa po the që jemi shkojmë ke psikologu, po do të shkojmë te psikiatri. Psikiatri pastaj është dënim e vdekje. Nuk kam nisto. Po, shumë e drejtë. Zakonisht ndodh që prindit shqetësohen në moshën shkollore. Pasi në parashkollor sërish fëmijët janë të lejuar të jenë në intervale të vogla kohore të detyruar të rrinë apo të kenë vëmendje të gjatë, ndërkohë që në shkollë është mjaft evidente sepse i duhet që në ato 40 minutë, 25 minutë të kenë vëmendje në disa aktivitete që ndodhin përgjatë një ore mësimore. Dhe aq më shumë të kenë edhe ngarkesën e të diturit të përgjigjen në mësim. Pra, ka disa ngarkesa ora mësimore, e cila i bën edhe më të dukshme apo evidente këto simptomatike të. Pra, simptoma është që është i hedhur kërcet, nuk mbahet apo është tërhiqet fare. Sa po përshkrove atë që gjithë njerëzit kanë në mendje kur themi që është me hiperaktivitet. Pra, ka në mendje një fëmijë zakonisht djalë, që shkon televizor. Po i pavëmendshëm mund të jetë edhe një fëmijë që është fare i urtë, që shikon mësuesen në sy dhe që as dëgjon fare se çfarë thot mësuesja. Dhe nëse mbaron ora mësimit dhe pyet që çfarë u tha, një pjesë të gjërave mund t'i kujtoj dhe pjesën më të madhe jo. Pra, nuk do të thotë që të jesh super i lëvizshëm, sikurse e ke ose nuk e ke. Duhet që një mori aktivitetesh të cilat duhet i bësh në një formë, në përputhje me moshën kronologjike, pra me fazën e zhvillimit, ti nuk arrin t'i bësh dot. Fëmijët nuk e bëjnë me qëllim lëvizshmërinë, nuk e bëjnë me qëllim prishjen e orëve të mësimit. Duke qenë një problem neurozhvillimi, fëmijët e kanë të pamundur të mbajnë përqendrimin aq gjatë sa u duhet, sepse disa nga neurotransmetuesit, po flas për teorinë neurobiologjike sepse ka disa teori të lidhura me çfarë shkakton ADHD-n. Një mori neurotransmetuesh nuk janë në sasinë e duhur, në kohën e duhur, aty ku duhet të jenë. Dhe në këtë kuptim, për shembull, një nga teoritë e ADHD-s është teoria e dopaminës, që është një neurotransmetues i cili gjendet në mungesë, në mangësi, në sinaps, në kohën kur fëmijës i duhet edhe më shumë të përqendrohet. Dhe kështu si ta thuash në thonjza të lë truri në bal, ti do që ta dëgjosh mësuesen, por nuk mundesh ta dëgjosh. Shiko të rriturit e kanë këtë se kanë të rriturit pra. Ka të bëj se sa interesante është biseda, se jo në çdo bisedë do jemi me trurin. Po, unë shpesh e them në prezantime që nëse çështja të intereson edhe leksioni të pëlqen, lektori është i mirë, njerëzit maksimumi vëmendjen efektive e kanë 20 minutat e para. Pastaj shkëputen dhe e rivendosin prapë, po ato 20 minutat e para janë. E kuptoj. Përsëri dua të kthehem pak tek prindërimi i fëmijëve me ADHD. Pse? Sepse fillon paniku. Momentin që për shembull vjen tek mjeku psikiatër, psikolog psikiatër që merret dhe i thuhet që po fëmia jot ka ADHD. Ktu fillon një tmerr, në kuptimin që ç'a është kjo aq më tepër kur i thua që është dhe një gjë që do ta shoqëroj të rjetën, pa hajde ta kultivojmë dhe ta xhustojmë, ta përshtasim me realitetin ton. Hajde të punojmë. Këtu çfarë ndodh me prindin dhe këtu çfarë duhet ju themi prindërve? Po e filloj shpjegimin nga fjala me realitetin ton. Kjo është një çrregullim që diagnoza të cilit vendoset duke marrë parasysh edhe faktorët ambiental. Dhe një fëmijë që në kulturën tonë mund të mos quhet me hiperaktivitet, në kulturën japoneze për shembull mund të quhet me hiperaktivitet. Pra, mënyra se si ne i kemi të pranuara sjelljet sociale, çfarë është e pranueshme në një ambient që të jetë korrekt nga ana sociale, vendos edhe një lloj kufiri për ta quajtur normale, tipike ose anormale një sjellje të caktuar. Kështu që ne, shqiptarët, jemi një popull i lëvizshëm, i gëzueshëm, i gëzueshëm nuk është ndërsa fjala e duhur, po
jemi, domethënë popull që hiperaktivitetin ose nevojën për të qenë në veprim, shpeshherë në familjet tona e kemi si pjesë të sjelljes. E kemi madje dhe e stimulojmë dhe nuk bëjmë keq, i gëzojmë fëmijëve tanë kur janë të shkathet, sa i mirë që është, sa i shkathet është, çfarë bëni. Pra, në kulturën tonë të qenit të pak në lëvizshmëri është një gjë aftësi, të qenit i Zoti i aftë. Po le të kthehemi tek çfarë ndodh me prindërit. Ka një grup prindërish që janë shqetësuar për çfarë shohin tek fëmijët e tyre, sepse fëmijët që kanë vërtet ADHD, pra që marrin këtë çrregullim, jo të gjithë ata që janë të lëvizshëm dhe të gëzuar edhe që hidhen, janë shumë mirë të hidhen me patologji. Po. Po ata që e kanë vërtet, shfaqin vështirësi që të vegjël, qoftë edhe me të folurin për shembull, qoftë edhe me fitimin e gjuhës të shprehur. Pra, duke qenë se kanë pamundësi që në mendjen e tyre të kërcej ajo përgjigje e duhur në kohën e duhur, vonojnë në përgjigje kur janë, ose vonojnë të mësojnë fjalët e reja, ose vonojnë që një fjalë që e kanë mësuar ta përdorin në kontekstin tjetër, jo në atë kontekst në cilin e kanë mësuar. Në këtë kuptim, vihen re një grup fëmijësh që vinë për të vlerësuar jo për ADHD, jo për këto simptomatika, por për zhvillimin dhe zbulojmë që kemi këtë gjë. Pra është shumë më e larmishme se sa fëmia që lëviz. Dhe në këtë kuptim në çdo moshë mund të vijë në 2 vjeç, në 3, në 4 për problemet e zhvillimit, por nëse nuk ka nga këto problemet e zhvillimit, mund të vijë në moshën shkollore. Ka raste kur prindrit janë vetë të shqetësuar, ka raste kur mësuesit i lajmërojnë ata që diçka nuk shkon me fëmijën tuaj dhe për herë të parë ballafaqohen që me këtë ide që pas ka diçka fëmia im që nuk shkon, po unë se pas kam vënë re. Edhe jeta tani është stili frenetik i jetës, kamuflon simptomat e ADHD-s. Nuk i ndihmon fare për shembull në rikuperimin e këtyre simptomave. Nuk duhet të kemi një stil frenetik, por duke qenë se kështu është jeta, ato dhe mund të kapen më me vonesë. Prindërit reagojnë sipas tipareve të tyre. Ka prindër që janë shumë pranues sepse kanë të ngjashëm në shtëpinë e tyre që kuptojnë sepse çfarë i shqetësojnë prindit, si do jetë e ardhmja, sa mirë do jetë ky fëmijë. Shikoj se prindi tani në këtë moment kujton dhe veten, edhe prindër që janë me ADHD dhe kuptojnë që ky bën gjaka mua, po hajde të punojmë gjithë bashkë. Edhe kështu që ky më gjan mua dhe le të bëhet kaq sa unë, edhe kjo është një nga mënyrat më të mira të parit, pse jo, sepse kështu pse jo. Dhe pra ajo që i shqetëson prindit është çfarë do ndodhi në të ardhmen dhe nëse ka si të thuash sy për të parë që dhe në ambientin ku është ka, sepse trashëgueshmëria është deri në 80%, pra shanset për të pasur një fëmijë me ADHD nëse prindi e ka janë 80%, janë shumë të larta. Kështu që në këtë kuptim mund ta marrin lehtëshëm në kuptimin ta pranojnë dhe të duan ta ndihmojnë, mund të kenë një periudhë mohimi, revolte dhe mos duan ta pranojnë dhe vjen një moment që e pranojnë, ose mund mos paraqiten fare kur i thuhet për tu, o i këshillohet për të paraqitur tek mjeku. Por unë doja të di se ne deri tani e trajtuam ADHD-n ashtu siç është në fakt. Është një gjë që shoqëron njeriu, të tërë nuk jemi perfekt, të tërë jemi të përsosur në papërsosmërinë tonë, dim të menaxhojmë dhe të jetojmë kështu siç jemi, por kur bëhet problem vërtet ADHD-ja që duhet të ndërhy dhe do t'i marrë me radh prindi edhe shkolla për këtë fëmijë. Kur një fëmijë vërtet shfaq një problematik me ADHD. Ne e trajtuam deri më tani si një problem i një sjellje me lëvizshmëri, si një sjellje që e vëzhgojmë, por në fakt ADHD-ja duke qenë një çrregullim neurozhvillimi, një fëmijë mund të sjellë pasoja për shembull ecurinë akademike. Pra nëse është ndihmohet korrekt ose nuk e ka këtë çrregullim, mund të arrijë të marrë shkollën e lartë që do me radhë. Nëse ka këtë çrregullim dhe niveli i pavëmendjes është shumë i lartë, mund të mos arrijë dot të marrë 8 ose 10 që për nga ana njohëse apo kognitive apo inteligjenca e tij e shpërndajë realizueshme. Mund të mos arrijë atje ku duhet. Kjo është një nga pasojat që vjen re rëndom në moshat shkollore. Qofshin këto djem e qofshin vajza. Në të njëjtin po në sjellje ka agresivitet ADHD-ja, shkon agresivitet. Çfarë ndodh me ADHD-n është që jo vetëm që simptomatikat e larmishme mund të kenë edhe çrregullimet të sjelljes, pra prishje të orës së mësimit deri në sjellje të qëllimta
ndaj mësueses apo shokëve, që bëhesh vërtet subjekt i pakënaqësive në ambientin social, por edhe në mëngjer në shkollë. Deri në pasojat afatgjata që vijnë, i themi afatgjata ne se merrem me fëmijë të vegjël, por në fakt në moshën adoleshenciale janë ngasje për përdorim duhani, alkooli, drogrash, pra kanë më shumë predispozit. Pse kanë më shumë predispozit? Sepse kanë atë që quhet impulsivitet. Një nga simptomat e ADHD-s është impulsiviteti, pra pamundësia për ta frenuar veten. Për shkak se nuk mund të mendojnë se cila do jetë pasoja e një veprimi të bërë. Pra, nëse në një fëmijë të vogël ka pamundësi të kuptojë që po ja lëshoj dorën nënës dhe kalon rrugën, mund të vi makina dhe ta shtypi, ta zëm. Një adoleshent mund ta ketë të pamundur të kuptojë që nëse sot bën këtë veprim, që mund të jetë një veprim që i sill kënaqësi të menjëhershme, se kjo është një nga simptomat, pra që ka pamundësi të presi kënaqësinë apo gratifikimin. Këtë e kanë fëmijët e vegjël, por dhe ne të gjithë në një moment caktuar, po përpiqemi ta trajtojmë me ndihmën e shumë faktorëve në familje, njeriu përpiqet që të maturojë, që do të thotë pret momentin kur gratifikohet. Pra ne bëjmë një veprim dhe mund ta presim të mirën e këtij veprimi edhe me ditë, edhe me vite. Pra mësohemi që ta bëjmë këtë gjë. Tek fëmijët me ADHD dhe tek adoleshentët nesër dhe të rriturit pas nesër, po. Pavarësisht mënyrës se si shprehen, kanë pamundësi pra që të ruajnë jo qetësinë, po të llogarisin pasojën e një veprimi impulsiv. Për shembull, do jap një shembull, ndoshta do shkëputemi pak këtu si për ta kuptuar të tjerët, që të ndodh ndonjëherë të shkosh në një qendër tregtare edhe të mos kesh fare mendje për të blerë diçka për vete dhe bën një blerje impulsive, për të cilën mund të ndihesh keq, mund të ndihesh shumë i gëzuar, nuk ka lidhje. Kjo është një nga situatat më benigje dhe që ndoshta i ndodh. Jo, nuk i nxjerr me ADHD, po ju them se cila është jo. Shkoj për të blerë një gjë dhe dal me. Dua të them që veprime impulsive, të ngjashme me blerjet impulsive, janë të zakonshme, por mendo ta kesh këtë shtys për shumë aktivitete të jetës, që do të thotë që të hysh në, për shembull, të hysh në marrëdhënie romantike pa llogaritur se çfarë po bën, apo me impuls, po pra. Në këtë kuptim, mosha e adoleshencës ose para adoleshencës paraqit situata të cilat jo vetëm abuzimi me të cilat sillin pasoja të tjera, por edhe ankthi, edhe depresioni janë komorbide. Pra, ky grup fëmijësh me ADHD është më i prirur të bëj komorbiditet apo bashkëshoqërim me situata të tjera psikiatrike, siç janë ankthi, depresioni, ndonjëherë. E kuptoj. Pra, duhen parë me kujdes që në fëmijëri në mënyrë që të mos kemi një të rritur që shkon tek to. Në mënyrë edhe shiko, edhe pa e menduar në formë alarmante që bose në të ardhmen do ndodhi kjo, një fëmijë që diagnostikohet me ADHD duhet ndihmuar edhe për simptomatikën e momentit. E kuptoj. Duke menduar gjithashtu që të jetë më rehat me veten dhe më i përputhshëm me situatat sociale për gjatë gjithë fazave të jetës ose etapave të zhvillimit. Sonira, ti ke një projekt për shkolla dhe unë të mbështes shumë sepse e di që shkolla është një pjesë shumë e rëndësishme. Ne mund të flasim pafund, themi ato klishet, prindit vetën, shkollat vetën, bashkëpunimi prind shkollë etj, ku diun ca tregkonça që bëheshin dikur që janë shumë të mirë fakt, por ku konsiston ky projekt dhe në bazë të studimeve si është situatat e fëmijët me ADHD-n dhe pse duhet ky projekt pilot, çfarë është? Ne jemi një grup mjekësh që të organizuar si në mënyrë vullnetare në umbrellën e një shoqate, menduam që të shoqata Mia, po, Medical Institute of Albania. Iniciojmë të fillojmë një strategji të lidhur me ADHD-n. ADHD është një çrregullim që në disa popullata shkon edhe në 15-20%, që është shumë. Po le të themi edhe 3 deri në 10% sikur të jetë, ose 3 deri në 7% sikur të jetë, që do të thotë në një shkollë me 200 nxënës të kemi 14 fëmijë të tillë, për të cilëve 3 femra dhe 11 meshkuj, po them që të ketë një tablo se si mund të jetë. Pse jo të kuptojmë se sa është kjo në Shqipëri. Është një iniciativë e mbështetur nga AB Bank, duke gjetur një bashkëpunim gati ideal me drejtuesit e AB Bank. Vendosëm që të
gjejmë këtë prevalencë piksore, po themi, pra këtë në 3 shkolla të Tiranës, të cilat mbulojnë një zonë mjaft të madhe të moshave 7, 6 dhe gjysmë 7 deri në 11-12 vjeç. Kjo është mosha në të cilën evidentohen më shumë të dhëna. Dhe jemi duke e bërë këtë. Me idenë për të gjetur se sa realisht ka fëmijë të prekur, pra që plotësojnë kriteret në këto shkolla tona dhe si mund të ndihmohen. Kjo nuk mund të jetë një prevalencë për gjithë Shqipërinë, do jetë vetëm orientuese, por pse jo, ka një prirje. Studimet e prevalencës zakonisht nuk u mbështeten nga njerëz pasionantë, siç kemi gjetur në tek Abi Bank, zakonisht nuk ndodhin për shkak se kanë shumë punë dhe shumë kosto. Edhe vendet zhvilluara bëjnë shumë studime për prevalence të cilave ne ju referohemi pastaj, duke qenë se nuk është se ka një karakteristikë shumë specifike në përgjithësi. Ndoshta ADD-ja ka një karakteristikë që lidhet me vendin, me kulturën, me ndikimi ambiental, po themi. Dhe ne kemi gjetur deri tani një shifër orientuese, pra jemi tek 8% e popullatës të këtyre fëmijëve, të këtyre shkollave, dhe jemi duke në atë fazë që po përpiqemi që të ndërtojmë një klasë të dedikuar brenda shkollës që të ndihmojë vetëm aspektin ku ADD ka lënë një pasojë, që do të thotë aspektin e procesit mësimor. Pra, mësuesit po trajnohen që të punojnë në mënyrë specifike me disa fëmijë. Fëmijët me këtë çrregullim, që janë brenda një grupi 20 veta, 27, 37 veta, e kanë shumë të lehtë të mos bie në sy për aftësitë e mira që ata kanë. Dhe duke qenë se futen në një rreth që të tjerët i shohin që mos e ky nuk e di, vetvlerësimi ulet, pastaj nuk mëson, pra fillon një si cikël jo i këndshëm personal tek këta fëmijë dhe performanca vjen duke ulur. Nëse këta fëmijë për shembull bëjnë, ta zëm një gjë që unë ja them në përgjithësi mësuesve kur i takoj ose prindërve. Nëse mësuesja juaj do të kishte mirësinë që mbas 10 minutave të para ti thoshte që në vesh, tani ti mund të bësh vizatim, mund mos e kesh mendjen, do bësh 10 minuta pushim, pa e nxjerr nga klasa se nuk mund që mos të bëhet të diferencohen në shumë aspekte në shkollë. Nëse ti mund të dalësh për 10 minuta dhe pastaj të mos kesh vëmendje, të bësh një gjë tjetër, të rikthehesh në mësim, kjo do ishte shumë më efikase se sapo të rishnin vëmendjen dhe të thoshim që të lutem ti filan, ke mendjen këtu, pse e bën këtë. Pra, disa metoda të tilla ndërhyrje të sjelljes, por dhe disa programe specifike që quhen programe individuale të ndërhyrjes në varësi të boshllëqeve që ata kanë, në cilat lëndi kanë. Për shembull, zakonisht fëmijët me ADD kanë vështirë të mësojnë të lexojnë ose të shkruajnë. E kanë më kollaj me matematikën. Tash të mësosh të lexosh do ta shumë vëmendje, sepse duhet që të jesh atje tek libri, të bashkosh shkronja, po flem që kur janë të vegjël, ata nuk e mbajnë, shikojnë pak edhe pastaj vazhdimin dhe zakonisht kur ne I vëmë të lexojmë, është nga provat, ata e përfundojnë fjalën si duan vetë. E fillojnë fillimin. E di kë. Pra, janë disa mënyra që mësuesit vërtet, edhe ne kemi gjetur mësues shumë pasionantë në shkollat ku kemi bërë këto trajnime, mund të gjejnë çelësin për suksesin e këtyre fëmijëve, po nuk është fjala tek suksesi akademik, është fjalë tek suksesi me veten. Edhe jam shumë entuziaste, besoj që na eci mbar. E kuptoj. Tani ne e tham që ADD-ja të shoqëron gjithë jetën. Edhe njeriu me ADD ndonjëherë është njeriu dhe më interesant në dhomë, edhe më simpatik në ambient, sepse për shkak të këtyre veçorive. Dhe ndaj unë po e trajtoj më tepër sikur jam në fakt dhe jam partizane e gjërave të ndryshme. Nuk e di, më shqetësojnë shablonet, traditat, klishet, etj. E kuptoj. Por çfarë duhet të kenë parasysh këta njerëz, dhe do doja që të flisje sikur flet me një të rritur me ADD, që t'ja bëjt lehtë dhe vetes, po edhe atij partnerit romantik, I cili ka marrë përsipër ta shoqërojë gjithë jetën pavarësisht se ky njeri ka ato të vetat që dikush nuk flet fare, por është I dhënë pas atyre shifrave, dikush I jep makinës me 220 edhe nuk heq dot dorë nga ky pasion që ka dikush tjetër. Pra të gjithë ne jemi këtej, si thuash, dhe ne jemi dhe këtej, si thuash, nuk ka ndonjë ndarje këtu. Por çfarë këshille mund të jepje që t'ja bën të lehtë vetes dhe të tjerëve? Se dhe vetë këta duhet të bëjnë një gjë të
të jenë të pranojnë edhe këta të tjerët, se duke thënë unë kështu jam, këtë bëj, po të duash se ne kështu. Mendoj që s'është komunikim ky. Ndonjëherë ata kthejnë edhe ndonjë gotë për të mos i hyrë këtyre diskutimeve. Sa se unë këtu jam. Shiko, në varësi të stadit, unë do doja të sillja shembuj të dy prindërve që kam pasur për arsye të fëmijës, në fakt, edhe pra është tipi i një babai, në atë rast ishte babai. Tipi i një babai i cili pranonte me shumë natyrshmëri, po themi, faktin që fëmia kishte këto simptoma dhe pranonte atë të menduar apo si të thuash autoanalizë që po i bënte vetes dhe për gjatë seancave ne flisim shumë dhe për të. Në prani të treve pra, të tre edhe gruaja familjarë po. Dhe mënyra se si ai përshkruante veten, pra pa megalomanira, jo se ky do bëhet si jam unë, pa nga këto, po duke thënë vështirësitë që vërtet ai kishte pasur dhe ishte njëri shumë i suksesshëm. Pra kjo do të thotë që këta vërtet janë kreativ, vërtet janë suksesshëm, vërtet mund të mendojnë 10 gjëra njëkohësisht dhe t'i bëjnë mirë kur rriten të 10-ta, por mund të jetë edhe ndryshe, mund të jenë edhe depresiv, mund të jenë edhe bipolar, mund të jetë edhe, pra ka disa situata të cilat komorbiditetet që janë aty si shanse mund të shfaqen dhe atëherë duhen mjekuar. Pra ndihma që mund të japin familjes është të pranojnë të shkojnë te mjeku për t'u mjekuar nëse situata agravon. Pra, kjo është një situatë, ka mjekim për fat të mirë, hajde ta provojmë. Kjo lloj urtësie. Ka ilaçe për ADHD? Ka ilaçe edhe për ADHD dhe për situatat bashkëshoqëruese të ADHD-s. Pra ADHD-ja me ilaçe nuk është tabu, apo duhet vetëm terapi, apo se un kam dëgjuar që vetëm terapi për shembull. Jo, për shembull nëse ti shikon në internet, të dhënat janë që rreth 60% e fëmijëve me ADHD në Amerikë përdorin një nga preparatet që përdoret. Dhe për ironi të fatit po themi preparatet janë një grup preparatesh janë stimulantët. Do thua është diktat të stimuluar edhe më shumë stimulant, po në fakt mekanizmi veprimit është që ata rrisin ato nivelet e neurotransmetuesve në sinaps dhe fëmijët munden t'i bëjnë gjërat ose mundet të frenojnë një sjellje. Nuk është fare tabu, madje gjithnjë më shumë dhe në Shqipëri po pranohet. Në krahasim me ca vite më parë, shoh që ka një lloj pranueshmëri edhe për shkak të përhapjes informacionit, të këtyre lloj bisedash, janë gjithnjë në rritje, të parit në internet shembuj të tjerë të huaj, pra prindërt gjithnjë më të rinj, gjithnjë më të mirë informuar, sikurse ka dhe prindër të cilët as nuk e mendojnë dhe e thonë, edhe unë dua që nda bëjmë të bisedë shumë shpesh me prindërit që ma thuaj, nuk mund të mos duar. Krijohet varësi se këtu është gjithë frika që po fillova të jap fëmijës që të vogël këtë do më krijoj një varësi. Ato që përdoren për këto nuk janë preparate që krijojnë varësi. Çdo preparat që mund të marrësh për një kohë të gjatë, në 2 javë mbas ndërprerjes ka pak vështirësi, por në bashkëpunim me mjekun këto vështirësi kalojnë. Pra nuk janë preparate që krijojnë varësi. Dhe ne kemi shembuj të mirë, sikurse ka dhe efekte anësore, sikur ka dhe kthime mbrapa dhe i heqim dhe vëmë të tjera. Pra në drejtimin e mjekut përkatës për këtë punë, mjekimi është i sigurt. E kuptoj. Ke pasur raste të mira, apo ke patur ndonjë rast që vërtet nuk shkoi siç duhet dhe kalon pastaj në bashkëshoqërime të tjera problematike? Për atë fash që unë ndjek fëmijët, sidomos të moshave shkollore, situatat e ndihmës përgjithsisht funksionojnë. Po sigurisht kur ka ADHD në kuadrin e një autizmi për shembull, sepse bashkëshoqërohet shumë me autizmin, janë shumë sfiduese për ditëshmia të mjekuarit, agresiviteti që mund të shfaqet. Nuk di të them tani 1 apo 2, po se cilët kanë qenë, po patjetër që ka raste që nuk shkojnë mirë, varet shumë nga niveli i bashkëshoqërimit, jo vetëm si ADHD. E kuptoj, pra në ADHD është fëmijë që shoh për herë të parë në adoleshencë me problematikat e adoleshencës dhe janë ADHD. Kur ne nuk merremi me ADHD, po merremi të mjekojmë çfarë problematike më madhore është në atë moment. Pra,
le të themi që mesazhi i parë për prindrit është që në momentin që kuptojnë që ka një gjë që s'shkon me fëmijën, menjëherë të drejtohen te psikologu, te psikiatri dhe aty të qartësohen, sepse janë gjëra kaq të modifikueshme dhe kaq lehtësisht të kalueshme. Ndonjëherë dhe biseda lehtëson. Edhe biseda, nëse ti jep një kuptim, nëse e vendos bisedën në një perspektivë, ti ke tjetër të menduar, nuk ndihesh i pashpresë, siç mund ta mendosh me veten. Dhe një gjë sepse ajo që vëre në të gjitha episodet edhe kur flas me njerëz, edhe unë kam këtë, edhe fëmia ime ka këtë, edhe prindi im edhe nuk jemi vetëm në faktin që si jemi të përsosur, dhe kjo nuk është në një tmerr i madh. Sepse ta duket sikur e kemi vetëm ne dhe mbyllet. Për shembull, fëmia mbyllet, mendon që në klasën e tij 4-5 veta nuk e ka vetëm ky, mbyllet. Prindi vet thotë ky fëmia im se si është, mbyllet dhe ai dhe nuk flet me të tjerët. Edhe nga biseda, eksperienca me ndarë me mësueset kam kuptuar që ka dy lloj prindësh, ata që dy ose më shumë lloje, po kryesisht ata që e mirëpresin, nëse mësuesi u thot, ose ata që e presin shumë keq ose bëhen gati pak distancohen nga mësuesi, dhe për të thënë që nuk ka asgjë fëmia im që shkon në radhë. Sidomos i rastit të dytë, do i thoja që çdo sinjal nga mësuesi, dhe ja them dhe kur vin, s'ka gjë se erdhe një herë bëre një vizitë. Edhe sikur të jetë sinjal çik më shumë se sa duhet, s'ka gjë, por mos harroni që mësuesit janë shumë të, ose edukatorët, ose kujdestarët që janë shumë të mësuar me lloje të ndryshme sillesh tek fëmijët dhe shpeshherë i kapin ato sinjalet e alarmit të parët. Edhe pse vjen një herë te mjeku ose shkon te psikologu nuk është një gjë e keqe. Pra, mohimi ose dalja përpara që s'ka gjë nuk është në një mekanizëm shumë i adaptueshëm që të çon përpara. Më mirë thua po vizitoj edhe po e shoh një herë dhe të dali ku të dali dhe po shohim po merrem pasojat ose nuk ka gjë, po se sa të refuzosh. Ktu do t'i thoja, jeni të hapur për ta vizituar, pse jo? Vizita nuk është ndonjë vizitë që e traumatizon fëmijën, vizita është kështu siç po bisedojmë ne. E kuptoj. Edhe një mesazh për dikë që është me ADHD, fëmijë ose adoleshent. Unë e kuptoj që podcasti hyn edhe në vesh të fëmijëve dhe në vesh të adoleshentëve dhe në vesh të gjithëve tani, edhe ata mund ta shikojnë. Çfarë do t'i thoje, zëre se jena të studion tënde dhe ke një fëmijë që apo një adoleshent që i thua që po ti ke ADHD, por çfarë? Për çdo gjë e cila në të menduarin e tyre, në ndjesitë e tyre, në sjelljen e tyre, brenda tyre nuk shkon mirë, ata duhet që ta flasin me mjekun psikiatër pas një shqetësim, pra me besim të plot për çdo gjë, me prindin, me edukatorin, por nëse nuk është e mundur, pra ka rrethana të cilat janë të trembur, të friksuar e kështu, me një psikolog ose me një psikiatër, sigurisht me lejen e prindit, kjo është një gjë që duhet folur, sepse të menduarit shpesh mund të jetë edhe katastrofik, domethënë mund të kemi edhe situata depresiviteti të tillë që të dëmtojnë veten, mund të jetë përfshirë edhe në situata të tilla të cilat janë abuzuese, pra këshillimi apo të qenit i hapur për të marrë një mendje nga specialisti duhet të jetë se janë kaq të larmishme situatat se nuk është se kam një formulë që i them bëni këtë apo atë, por të paktën të bisedohet se çfarë. Jemi të ndryshëm, prandaj bota është e bukur. Dhe për të gjithë ata që e quajnë pak veten të ndryshëm, që janë futur në shtëpinë e tyre, në dhomën e tyre, që nuk flasin ose më keq akoma, që bëjnë sikur janë ndryshe nga ç'janë, asgjë nuk vjen se flet, se gjën të ngjashmit, nuk jeni vetëm. Për këtë ne duhet jemi të bindur, nuk jemi vetëm dhe nuk jeni vetëm në atë që mendoni që po ju ndodh apo po na ndodh. Ka të tjerë të cilët janë në situata edhe më të rënda, ka të tjerë që janë në situata të ndryshme. Duke folur, gjejmë vetveten për këtë botë që jetojmë, me plus minuset e saj. Ky është edhe mesazhi im për gjithë ata që mund ta dëgjojnë këtë podcast, këtë episod dhe që ndoshta edhe kanë frikë të artikulojnë gjërat brenda vetes, vetëm thuajini, gjithmonë ka një derë që hapet, gjithmonë është dikush që ju dëgjon dhe ju pranon. Sunila, unë falenderoj shumë që ishe këtu. Shumë faleminderit. Është kënaqësi edhe do doja që të vazhdojmë bisedonin për tema të tilla edhe në momente. Me shumë kënaqësi. Mirupafshim.